kolegun tem Ardian Gaxheri, shumë shpejt nis një emision i ri në Klan Kosova, quhet Praktik, emision që i dedikohet ekonomisë, vjen pas pak për të na treguar më shumë informacione. Praktik quhet emisioni më i ri në Klan Kosova, bizneset kosovare dhe ato diasporës tashmë kanë një urë lidhse përmes emisionit të kolegut tem Ardian Gaxheri. Mirëmëngjes Ardian, mirë se erdhe në studio. Kënaqësi Gonxhe. Kënaqësia jon. Sot më fol pak për veten, jo faktikisht bizneseve kosovare ose vendit, po mundohemi me i ofru ndihmë në mënyrën cilën ne kemi mundësi si gazetar, dhe kom sjell një projekt të ri përmes Klan Kosovës, i mbështetur nga shtëpia më e madhe mediatike Klan Kosova. Emisioni titullohet Praktik. Çdo gjë ekonomike padyshim që bën jetën tonë më praktike dhe ne jemi këtu për të mbështetur prodhimet vendore, po ashtu bizneset vendore dhe njëkohësisht qëllimi kryesor i këtij projekti është lidhja e kapitalit të shqiptarëve të cilët janë në mbar botën me vendin apo me vendlindjen e tyre. Kërkojmë që të thithim investitor për vendin tonë duke pas parasysh që zhvillimi ekonomik është i domosdoshëm që ne të prosperojmë si shtet dhe si shoqëri. Andaj besoj që emisioni Praktik do jetë një urë lidhse në mes bizneseve dhe në mes njerëzve, ku do trajtojmë temat ndryshme, qoftë të prodhimit, qoftë tregtisë, shërbimeve të ndryshme, duke i përkrahur ata që të maksimizojnë fitimet dhe njëkohësisht të lidhen më mirë me tregun. Shumë mirë. Cili do të jetë emisioni i parë, me çka ke vendosur me hap? Emisionin e parë kom fillu me një krenari kombëtare që vjen nga hambari më i madh i Kosovës, MC Llosi, por MC Llosi ka ardhur me një projekt të ri të titulluar Farmisa. Farmisa është ushqimi më i dashur sot për kafshët e Kosovës dhe shpendet e Kosovës. Është një super kualitet i cili po prodhohet në Kosovë dhe mbar Ballkani tashmë e njeh këtë produkt. Dhe normal po i ndihmon shumë fermerët kosovar dhe për të lidhur më afër fermerët kosovar me ushqimin e dashur për kafshët e shpendet e tyre, kam realizuar një emision për prodhimin e farmisës, por po ashtu edhe për ndikimin e saj te kafshët dhe shpendet, përmes secilit emision kam sjell pra edhe fermë lopësh, fermë zogjesh, ku demonstrohet ose tregohet përmes fakteve dhe përmes fermerëve se si ky ushqim ndikon tek kafshët e tyre. Dhe besoj që do të kemi edhe gjatë herave të tjera, epizodeve të tjera për t'i trajtuar këto edhe në studion e programit mëngjesit, por na tregon se në çfarë termini kohor keni vendosur me lënë praktikën. Praktikisht vendos në ora 6:10 të shtunën. Shpresojmë që këtë shtunë, domethënë ditën e nesme, në ora 6:10 në mbrëmje, 18:10 filloi emisioni i parë për të transmetohet dhe kështu të vazhdojmë tutje së bashku, të mbledhim forcat edhe të bëjmë diçka për vendin tonë, pas parasysh që sado kur ka nevojë shumë. Gaxher, shumë suksese dhe do të takohemi vetëm pas pak sepse kemi dhe të tjera diskutime që do t'i bëjmë së bashku për zhvillimet e fundit nga vendi. Kënaqësi, faleminderit Gonxhe. Ndërkaq që shkohet tani për parashikimin e motit.